Lavdi Perëndis që arritëm kësaj dite, pra në këtë ditë të mërkurë, që është e mërkurë e madhe, ne në mbrëmje bëm misterin e evqelisë, të cilën Kisha Jonë Ortodokse e ka caktuar një në 7 misteret e kishës dhe e ka caktuar edhe të mërkurën e madhe, ku të gjithë besimtarët krishterë ortodoks vinë në çdo kishë dhe në këtë kishë dhe lyen me evqelin, me vajin e bekuar dhe të shenjtë për ndjesën e mëkateve dhe për shërim të shpirtit edhe të trupit. Siç edhe lexuam tek Letra e Apostullit Jakovit, na thuhet se kur dikush është i sëmur, ai nuk duhet shkojë me vrap tek mjekët, por duhet të thrasi pleqt e kishës. Kush janë pleqt e kishës? Pleqt e kishës janë priftërinjt, të cilët ata duhet i luten Zotit dhe ta lyen me vaj të shenjtëruar të sëmurin dhe në pas mëkate atij do t'i falen dhe kështu do të shërohet nga sëmundjet e trupit. Këtë kanë bërë krishterët në shekuj. Këtë vazhdojmë të bëjmë edhe ne krishterët në kohën e sotme. Do të ta bëjmë deri në fund, deri në ardhjen e dytë të Krishtit. Çfarë është evqelia? Ose vaji i bekuar me cilën ne u lyem? Duhet dim se ne nuk besojmë në çudinë mrekullueshme të vajit të ullirit. Edhe pse për shekuj vaji i ullirit është përdorur si i rëndësishëm në bërjen e pomadave ose ilaçeve për shërimin e sëmundjeve ose plagëve trupore. Por në kishë ne nuk besojmë dhe nuk e përdorim vajin e ullirit thjesht si vaj. Po vajin e ullirit ne e marrim dhe e bekojmë në emër të Zotit Jezu Krisht. Dhe duke bekuar në emër të Zotit Jezu Krisht me uratat që ka kisha të thëna nga prifti, shpirti i shenjtë vjen dhe qëndron në këtë vaj ulliri, i cili bëhet i bekuar. Dhe kjo nuk është gjë e pazakontë. Ne në kishën marrim ujin dhe uji bekohet dhe bëhet uji i bekuar. Marrim bukën dhe verën dhe bekohet dhe shndrohet në trup dhe në gjak të Krishtit. Marrim vajin dhe bekohet dhe bëhet vaj i bekuar. Që do të thotë, vaj i bekuar është i mbushur me hirin e shpirtit të shenjtë. Dhe kështu bëhet një mjet shërimi për shpirtrat dhe për trupat tanë. Në momentin që prifti na bekon me vajin e bekuar, është sikur vetë Krishti të na preki, ashtu si që ai prekte njerëzit të smur, njerëz të cilët ishin me probleme të ndryshme, për shembull me hemoragji, gruaja 12 vjet me hemoragji, që sa po preku robën e Krishtit u shërua, ose lebrozi që kur e preku Krishti u shërua, ose njerëz të demonizuar që me urdhrin dhe me fjalën e Krishtit demoni largoi, ose edhe ngjallët dhe të vdekur, siç ishte bia e Jairit, djali i Veushës dhe Lazari që kishte 4 ditë i vdekur. Edhe në momentin pra që neve prekemi nga ky vaj, Krishti na prek dhe vepron në shpirtat dhe trupat tanë sipas besimit ton. Sa më shumë besim, aq më shumë mrekulli, shërim dhe shlirim. Pra, në kishë ne nuk bëjmë magji, por në kishë neve veprojmë në sinergji. Pra Zoti afrohet me lutjet e kishës dhe neve i afrohemi Krishtit sipas besimit ton, për urësisë son, pendimit dhe rrëfimit ton. Prandaj etrit e kishës këshillojnë që evqelia të jetë efikase dhe të ketë dobi, duhet patjetër që neve të pendohemi dhe të rrëfejmë mëkatet tona. Dhe mbasi kemi penduar dhe kemi rrëfyer mëkatet tona, atëre marrim dhe misterin e evqelisë, i cili shëron pra ose shëron të gjitha plagët e mëkatit. Pra me misterin e pendim rrëfimit na falen mëkatet. Me misterin e evqelisë na shërohen plagët e mëkatit. Duhet dim se sëmundjet
kanë bazë të tyre mëkatin. Pavarësisht se mund jenë sëmundje që mund vinë nga viruse, ose nga aksidentet të ndryshme, ose nga probleme gjenetike, ose edhe nga problemet që vinë nga pleqëria, baza e të gjithë sëmundja është mëkati. Në qoftë se nuk do kishte mëkat, si mëkati sogjushor që bëri Adami dhe Eva, ose mëkate prindërore, ose mëkate personale, ose mëkate globale, nuk do kishte sëmundje. Por pra, duke qenë mëkati me tepri dhe sëmundja është me tepri. Prandaj dhe misteri e vqelisë është për ndjesën e mëkateve. Në qoftë se i vini kujdes uratave që lexonte Prifti, aty flitej që i kërkoi Zotit mëshirë që të falte mëkatin e të smurit, mëkatet tona, se të gjithë kemi mëkate. Në mos veprime kemi me mendime, kemi me mallkime, kemi me dëshirime. Pra të gjithë kemi nevojë të na falet mëkati, dhe duke na falur mëkati nga mëshira e Zotit, nga sakrifica e Krishtit në kryq, atëre po largohet mëkati, atëre fillon edhe shërimi. Që shërohet shpirti, pastaj shërohet edhe trupi. Kjo është një terapi që nuk e ka vetëm kisha prej shekujsh, por dhe shkenca e mjekësisë po jep të drejtë sot kishës, duke e aprovuar se shumë sëmundje trupore që ndoshta janë dhe të pashërueshme sot vijnë nga problemet shpirtërore. Por mjekësia sot i jep rëndësi psikologut, kurse ne nuk japim rëndësi psikologut, po japim rëndësi Priftit, atit shpirtëror, i cili dëgjon mëkatet tona, i fal ato në emër të Zotit dhe na lyen me vaj të shenjtëruar me fqelinë e shenjtë për shërimin e plagëve të mëkatit. Të dashur krishterë, këto janë ilaçe që i ka pas kisha prej shekujsh. Dhe me anë të këtyre ilaçeve, pra ilaçeve të shenjta, janë shëruar sëmundjet e gjyshërve, të gjyshërve, katra gjyshëve tanë. Patjetër që kisha nuk është kundër mjekësisë, sepse e thot urësia Sirakut, i jepi nder edhe mjekut, se dhe atë e ka dhënë Perëndia. Por mbi të gjitha është Perëndia, që është shërues i çdo sëmundje shpirtërore dhe trupore. Dhe nëse lexoni uratën, aty thuhet që evqelia është për çdo sëmundje që shëron Zoti. Kështu që edhe neve nuk mund themi që kjo sëmundje është për Priftin, është për uratën, është për evqelin dhe kjo është për mjekun. Jo, e kemi gabim. Gjëja e parë që duhet bëjmë kur kemi sëmundje ne, fëmijët tanë, të afërmit tanë, gjëja e parë duhet themi, çfarë mëkati kam bërë unë? Që e vuaj unë, ose e vuajnë fëmijët e mi, ose nipat dhe mbesat e mi. Atëherë, nëse ka mëkat, duhet patjetër të heqësh mëkatin. Dhe mëkati që me pendim rrëfim, do të shkosh në kish, të rrëfesh, të kërkosh Priftit uratën, misterin e fqelisë, dhe pastaj, në qoftë se sëmundja përparon, duhet shkosh dhe te mjeku. Kjo është rruga e shkurtër. Rruga e gjatë është ajo që ne bëjmë zakonisht. Shkojmë një herë tek mjeku, harxojmë parat, harxojmë kohën, psojmë dhimbje, pastaj kur nuk kemi shërim, atëre kujtohemi për Zotin, atëre kujtohemi për Priftin, atëre kujtohemi për uratën e kishës, atëre kujtohemi për misterin e fqelisë. Kjo është rruga e gjatë që zakonisht e bëjmë, por duhet ndjekim rrugën e shkurtër. Dhe të dashur të krishterë, ashtu si për shkak të mëkatit erdhi sëmundja, dhe nga sëmundja erdhi vdekja, po ashtu me anë të faljes së mëkatit vjen shërimi dhe shpëtimi dhe shërimi nga vdekja e shpirtit dhe vdekja e trupit. Dhe le të kemi këtë besim në fjalët e Zotit, në fjalët e apostullit, në misterin e kishës, në uratat e kishës nëpërmjet Priftit, që të na vi shërimi i sigurt. Jo për disa sëmundje, por për të gjitha sëmundjet. Jo vetëm për ato trupore, por për ato shpirtërore që nuk ka mjek në botë që t'i shërojë. Dhe kështu pra të falur, të shëruar shpirtërisht dhe trupërisht, të shkojmë të takojmë Krishtin. Sot Krishtin e takuam si mjek nëpërmjet këtij misteri. Nesër Krishtin do ta takojmë në darkën mistike, i cili do të na japi trupin dhe në gjakun e tij. Dhe të premten e madhe do të takojmë Krishtin e kryqëzuar për mëkatet tona. Dhe
të shtunën, Krishtin e varosur si njeri, dhe të dielën që është Pashka, do të takojmë Krishtin të ngjallur si Perëndi njeri. Le të vazhdojmë të udhëtim të bekuar të javës së madhe, që kulmon në të premten e madhe dhe në Pashkën e shenjtë. Amin.